Përshëndetje, me se vini flasim hapur në Durrës Lajm. Çështja e TID ka hapur shumë debate, ka patur protesta, ka shqetësime të shumta në 74 familje të prekura nga ky projekt. Në këtë episod kemi të ftuar zotin Shoqëri Myrtollari, që është kreu i Forumit të Rinor Partisë Demokratike. Doja ta diskutonim edhe qasjen tuaj opozitare, keni qenë aktiv zoti Myrtollari, dhe ta marrim pak për ta sqaruar qytetarëve çfarë po ndodh me projektin TID dhe me familjarët e prekur nga ky projekt. Falenderoj Bledi për ftesën. Do të theksojmë fillimisht që nuk janë thjesht 74 familje. Kjo është vetëm njëra nga fazat. Deri në këtë fazë ku kemi arritur janë 74 familje dhe deri në fund të projektit pritet të jenë rreth 200 familje. 200 familje. Rreth 200 familje që preken nga ky projekt. Dhe realisht as unë po nuk besoj që as Partia Demokratike dhe as Partei janë kundra zhvillimit qytetit, zhvillimit turizmit apo diçka, por gjithë kjo duhet bëhet me një qasje që do të jetë njeriu mbi projektin dhe jo projekti mbi njeriu dhe mbi qytetarët e Durrësit, në qendrën e Durrësit, në qendrën një nga lagjet historike të qytetit, ku nuk po merren parasysh asnjë nga ankesat e qytetarëve, qytetarët autokton. Kur këto padrejtësi po ndodhin mbi pronën e qytetarëve durrësar, hajde ta paramendojmë tani çfarë do të ndodhi me lagjet periferike të Durrësit apo me qytetet periferike të Shqipërisë. Tu është vendosur një precedent jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm, që nuk është hera e parë që ka ndodhur. Pra, Durrësi është në virimin e atyre që ka ndodhur në Tiranë, që ka ndodhur në Theth, që ka ndodhur në Valbon, dhe lagja 1, 2 dhe 3 që preken nga parku arkeologjik pra nga zbulimi i amfiteatrit të Durrësit, nuk është e fundit. Mbas projektit TID, pritet që të ndodhi e njëjta gjë dhe njëjti problem në lagjen 7 dhe lagjen 8, pra ke çezma e Ferrës, tek unaza e Currilave, që pritet të bëhet, dhe më mbrapa mund t'i vi rradha gjithkujt. Ajo që po ndodh me projektin TID ka dy probleme kryesore. Rreth parë është bërë një projekt me shumë shkelje nga ana procedurale, dhe nga ana e dytë ka një vlerësim jashtë normales të pronës, jashtë çmimit të tregut. Do të thonë është e paimagjinueshme në një qytet si Durrësi, ku çmimet e apartamenteve dhe bizneseve për metre katror kanë arritur majen, ajsa po shkojnë dhe po konkurrojnë me çmimet e Tiranës, dhe pastaj vjen një projekt në emër të zhvillimit, në të mirë qytetit, pra për t'i bërë një makjazh projektit, dhe më pas vlerësohet prona me 800 euro metri katror, ku në lagjen numër 1, lagje numër 2 në qendër e qytetit, në bulevardin para ish rruga tregtare e qytetit. Lagja më e rëndësishme e qytetit, lagja më e shtrenjtë e qytetit, ku çmimet e tregut variojnë nga 2500 deri në 3000 euro metri katror. Këtu shikojmë që nuk ka një politikë që të ketë qasje për ta ndihmuar qytetarin, për ta ndihmuar durrësakun, për ta ndihmuar një familje që edhe në emër të zhvillimit pra ne duam ta zhvillojmë, por përsëri nuk ta heqim të drejtën që të jetosh dhe të banosh aty ku ta kanë trashëguar parte të pronat tënde. Po. Më mirë kupto. Unë i pari dhe besoj shumica e banorëve të Durrësit, sa herë kalojmë tek amfiteatri ose ke zona historike arkeologjike e Durrësit, qysh fëmijë edhe unë edhe të tjerët, të kolegët e mi, miqtë e mi apo qytetarët e Durrësit, gjithmonë na vjen vetiu në mendje sa mirë do ishte të shpronsoheshin këto shtëpi, të zgjeroj amfiteatri, të zbukuroj pak ai sheshi, të bëjmë atraktive për turistët. Pra, unë besoj kjo është e mirëpritur nga çdo qytetar i Durrësit. Nuk besoj që Bledi ka njëri kundërshtime këtë, do të thonë, edhe ne, po jo vetëm me amfiteatrin. Jo, kuptoj. Po, edhe zona të tjera. Po. Dhe për ta bërë një paralelizëm, qeveria nuk u shqetësua kaq shumë për trashëgiminë kulturore dhe arkeologjike të qytetit kur ndërtua Veliera. Në hyrjen e qytetit të vjetër, pra në hyrjen e Kalas Durrësit, po t'i referohemi anës historike të qytetit, ku fiks atje ku është Torra Veneciane, midis pallatit që e quajmë Pallati i Gjushit apo
është direkt hyrja që diljen në portin e Durrësit. Pra aty, nga zbulimet, nga gërmimet që u bën kur u ndërtua Veliera, u groposën dhe u betonizuan. Dhe kemi një qëndrim me dy standardet të Bashkisë Durrësit dhe qeverisë shqiptare. Pra, kjo bashki dhe kjo qeveri ishte në pushtet kur u ndërtua Veliera, u groposën. Do votua sërish, më fal. Duhet të ngacmojmë pozitivisht. Pra marrin faktet, okay? Do votua qyteti Durrësit, e votoi, e pranoi Velierën si kullën e felë të Durrësit. Më kupton? Pra, tidi është diçka më specifike, mendoj, sa Veliera, sepse është ongoing, është diçka që po ngjet. Dhe ka dy element që unë mendoj që duhen theksuar. Së pari, është me VKM ky projekt, është pas tërmetit të Durrësit, pas pandemisë, filloi transformimi i zonës ekologjike etj. Që është deri në 2028, diçka tjetër 2021-2028. Është ADF-ja, American Albanian Foundation, dhe është Bashkia e Durrësit, okay? Që është operative në terren. Në lidhje me çmimin e referencës, ka sërish një VKM të 2006-ës. Tani jemi pak në një fazë kalimtare të projektit. Tani është faza e implementimit. Duhet të punuar pak më herët në këtë aspekt, mendoj. Atëherë, sa i përket edhe çmimit të referencës, po edhe VKM-ve, kryeministri zhvilloi një takim javën e kaluar në Durrës. Famoze. Po, pretendoi. Famoze, sepse, më falë se jeni ju i ftuari dhe nuk do zgjansem, famoze vjet kryeministri i vendit Durrës. Kjo është guxim, okay? Është guxim. Është edhe merit e këtyre qytetarëve që kanë bërë një rezistencë. Është guxim nga ana e kryeministrit të vi vetë në strofullën e Luanit, përballet ky guxim. Tani unë e kam lexuar pak edhe në një tjetër lloj këndvështrimi duke e parë në këtë lloj spektri. Bashkia e Durrësit bashkë me kryetarin e saj nuk kanë arritur dot që të kenë një komunikim normal me qytetarët të cilët janë autokton këtu në këtë lagje, kanë të drejtën e tyre ta kundërshtojnë projektin. Dhe duke qenë se kanë qenë njerëzakonisht komplet shumë të larguar nga ky konflikti që kanë pasur, ka qenë një zgjedhje me detyrim e kryeministit Rama për të qenë vetë ai personalisht për ta vënë në vijë këtë projekt. Me aq se informacion kam unë, ka qenë ai promotori kryesor që ka dashur që kjo të bëhet dhe ka qenë më tepër për të marrë përgjegjësitë e tija përballë banorëve të Durrësit, se kam përshtypjen që gjithë Partia Socialiste e Durrësit ka dashur të mos hyjë në konflikt me këta njerëz dhe këtë projekt përpara ka vetëm një emër që po e çon edhe ai Edi Rama dhe kjo nuk do të thoya që ishte thjesht guxim, por po i del për zot asaj kërkesa që i ka pasur për këtë projekt. Po, sigurisht sepse me VKM, pra vendim Këshillit të Ministrave, ai është kreu i Këshillit të Ministrave. Ndërkohë, rol kryesor ka ADF-ja, që normalisht nuk është shtetërore, është partneritet publik-privat, por rolin kryesor nga Ministria e Kulturës. Pse godisni fort tek Bashkia e Durrësit, ndërkohë që pjesë më të madhe të këtij projekti është Ministria e Kulturës? Tani, këtu përsa i përket bashkisë ka marrë rolin kryesor sepse bashkia ka qenë ajo që është marrë dhe ka negociuar me këta banorë vazhdimisht, plus që i është dhënë një përgjegjësi për të marrë me shpërndësimet e këtyre, pra me dëmshpërblimet. Një përgjegjësi që si takon bashkisë, por siç duket ku ka projekte që të cilat s'kan transparencë, s'kan kështu duan t'ja ngecin institucionet njëri tjetrit dhe topi ka ngecur në dorë Bashkisë Durrësit në këtë moment për të drejtuar dhe jo prej banorëve, as prej opozitës, por këtë përgjegjësia ka kaluar kryeministri Bashkisë së Durrësit. Dhe për këtë arsye e gjithë konflikti po kryhet me bashkinë dhe në dijenin time sa kam parë Ministria e Kulturës, duke qenë se kanë ndryshuar edhe ministër, kanë ndërë pak larg, pra me një ministër kulture i cili nuk ka firmosur te ky projekti, nuk dëshiron që të marrë përsipër koston e kolegut të tij të mëparshëm, besoj. Po, edhe për këtë arsye i kanë ngelur gjithë përgjegjësia këtij Këshilli Bashkiak, Këshilli Bashkiak të Bashkisë Durrësit, të cilët e kanë votuar këtë projekt dhe kanë promovuar për të ecur përpara. Çfarë do ndodh? Çfarë parashikon pak? Nuk të doja
që të ndodhte kështu, por me sa po shikoj është e pashmangshme. Në vijim as Këshilli i Ministrave, as Bashkia e Durrësit nuk kanë urdhëruar një ndalim të prishjeve të shtëpive me një urdhër që ka ardhur nga IKMT-ja, dhe duke parë arrogancën e kryeministit në takimin me banorët, me përfaqësuesit e familjeve të cilat preken me një pjesë të tyre të shtunën e kaluar. Ai ishte shumë arrogant dhe tha që projekti do të vazhdojë, kishte ardhur vetëm për të negociuar çmimin e dëmshpërblimit, që përsëri mbetet shumë i ulët dhe nuk pranoi që të bëhej një rishikim i projektit. Pra ai thjesht erdhi sot 2-3 propozime pa marrëveshje ama për të bërë një lëvizje të banorëve ose në zonën e Shënulashit, pra ke pallatet e reja rilindje që ndërtuar, ose të bënte një ndërtim këtu, po pa përcaktuar se kur dhe si, dhe ose për të bërë një rivlerësim të ri të dëmshpërblimit për banesat e këtyre familjeve që do të prishen. Problemi kryesor tani qëndron që këtu akoma nuk është bërë një proces i rregullt shpronësimi. Dhe këtu është precedenti shumë i keq, që është vendosur në projektet e tjera të mëparshme të kësaj qeverie dhe erdhi dhe po prek tani familjet që janë rreth e përqarë amfiteatrit. Unë në këndvështrimin tim e shoh një arrogancë, pavarësisht që takimi i kryeministit të Durrës ishte një tërheqje, pra për të erdhi e uli pak atë mënyrën se si ai bën politik, erdhi ul, por ishte pa rezultat, sepse ato që u ofruan nuk i dhanë zgjidhje këtyre banorëve. Dhe me dhimbje them që këtu do ketë përplasje në kuptimin që duke mos pasur dakordsi dhe duke mos pasur marrëveshje, çdo gjë që do vijojë më mbrapa, në qoftë se qeveria do vazhdojë të jetë kaq arrogante dhe kaq kokëforte, do të vijojë në një përplasje. Unë atë që kam parë tek ata banorë kampanje këmbgulje, është zakonisht shumë të madhe për ta mbrojtur pronën e tyre, për ta mbrojtur atë që ju takon, atë që kanë vërtet atë që e kanë trashëguar apo e kanë vendosur me mundin e tyre. Dhe duke qenë pak më afër me banorët edhe duke parë veprimet dhe duke analizuar çka ka ndodhur me qeverinë në gjithë të vite që ata kanë qeverisur dhe raportin e tyre me pronën apo qasjen e tyre që kanë pasur ndaj projekteve që ata i kanë vendosur me vendosmëri që do t'i bëjnë, parashikoj që do të ketë një konflikt të përshkallëzuar. Sepse është edhe pozicioni, supozojmë sikur edhe qeveria të tërhiqur janë 2 VKM të cilët e pengojnë çdo tjetërsim qëndrimi për hir vërtetës, sepse opinioni edhe ndjenjat sigurisht që duhet të jenë gjithmonë me banorët, me qytetarët e thjeshtë. Nuk ka rëndësi ka politika apo ideja zhvillimore, është qytetari, është njeriu, patjetër. Dhe besoj këtë nuk e vën diskutim për askënd, sepse është integritet njerëzor. Po VKM-ja për implementimin e projektit, VKM-ja 2006 për çmimet e referencës, është një projekt i cili duhet kalojë në kuvend me çmimet e reja të referencës, por që nuk ka efekt mbi këtë projekt për banorët të cilët u prishin shtëpia apo merret toka, ka një ngërç edhe ligjor dhe juridik të gjës. Dhe prandaj gjendemi në kushte të tilla të cilat nuk janë shumë favorshme për qytetin le të themi. Në këtë kontekst besoj që kryeministri ka gjithë pushtetin për të anulluar një VKM që ai vetë ka miratuar më përpara dhe për të miratuar një VKM të re, ku t'i trajtoj të gjitha këto problematika që kanë lindur si pasojë këtij projekti, për t'ju dhënë qytetarëve të Durrësit atyre që preket prona një mundësi që të trajtohen me dinjitet për pronat e tyre. Ne presupozojmë të jemi një qeveri apo një shtet me rend demokratik, ku prona duhet të jetë në themel të këtij shteti, pra të respektohet dhe të vlerësohet me dinjitet dhe këta qytetarët të kenë dinjitetin e tyre ta gëzojnë këtë pronë. Edhe në qoftë se ata nuk do munden dot ta gëzojnë pronën ku kanë lindur dhe ku janë rritur, të marrin një dëshpërblim të merituar duke vlerësuar edhe vlerën e tregut, pra jo vetëm çmimin e referencës. Do të theksojmë se çmimet kanë arritur në një tjetër lloj niveli, çmimet e tregut me atë që është në çmim referencë edhe me ndryshimet që janë bërë me çmimin e referencës për 1 janarit përsëri,
ka një gap shumë të madh midis çmimit tregut edhe çmimit referencës. Çmimi i tregut është më shumë se sa 2 fishe i çmimit referencës edhe me përditësimet e fundit. Është vërtet është dërguar një letër sekretarit shtetit amerikan Rubio për këtë çështje? Po, qytetarët, ato grupimi që e kundërshton projektin TIT nga banorët e Durrësit janë duke bërë çdo mundësi që ata kanë në dorën e tyre, përveç se cili prej tyre ka kundërshtuar projektin edhe individualisht në gjykatë, pra edhe kolektivisht. Ata po përpiqen që të vënë në dieni për këtë projekt, për këto problematika, të gjithë partnerët ndërkombëtar të shtetit shqiptar, dhe ndërta është edhe sekretari i shtetit Marco Rubio, për të vënë në dieni për mënyrën se si po trajtohen këta banorë në qendër të Durrësit me pronën e tyre, pra po jetojnë një shtet aleat, partner të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili nuk e respekton pronën. Një nga parimet bazë të demokracisë, vlerësimi i pronës. Dhe nga këtu do të kishte nisur çdo zhvillim tjetër, nëse ne nuk respektojmë pronën e qytetarëve shqiptarë, të cilët janë taksapagues të rregullt, punojnë dhe jetojnë në Shqipëri, të cilët mundohen të arrisin familjen e tyre këtu, mundohen që të shërbejnë këtij shteti dhe të marrin mbrapsh si shërbim një sjellje arrogante, pa dinjitet, pa vlerësuar mundin e tyre dhe pa vlerësuar pronën që ata e kanë trashëguar. Që nga po e marrim edhe pak në kontekstin historik, edhe ata shqiptarë të cilët janë larguar nga Shqipëria. Nëse shikojnë mënyrën se si trajtohen pronat që ata i kanë trashëguar nga paraardhësit e tyre, a mendojnë se do të kenë më të njëjtën ndjesi, të njëjtën nostalgji për lagjen ku janë rritur dhe ku kanë lindur dhe ku janë rritur? Apo do munden do t'i tregojnë ata fëmijëve të tyre që nuk kanë lindur dhe nuk kanë rritur në Shqipëri, të njëjtat ato ndjesi dhe nostalgji që kanë pasur nga vendi i tyre, nga gjyshet e tyre? Pa këtu ne po bëjmë edhe një gabim shumë tjetër të madh, pra po shkëpusim pak edhe lidhjen historike të Shqipërisë me shqiptarët dhe ata që janë larguar. Po i themi që mos e mendoni më kurrë shteti shqiptar si një vend ku ju mundeni të ktheheni që të jetë vendi juaj. Sa prej dursakëve kanë ikur dhe janë në emigrim tashmë dhe kanë këtu vetëm prindërit e tyre. Kur shikojnë si po ju trajtojnë prona e prindërve të tyre dhe prindërit e tyre këtu, çfarë mendojnë se do ju thonë ata fëmijëve të tyre në emigrim? Të mërtollari do të cek 2 nivele ndaj jush. E para, shpreh respekt dhe mirënjohje për idealizmin tuaj, pasionin tuaj politik dhe mbi të gjitha dashurinë për qytetin. Realisht figura si ju janë shpresdhënës për qytetin. Këtë e them të gjithë partitë politike, nëse kanë njerëz si ju, me formimin tuaj, me dëshirën për dënë politik në qytet, shoqëria e Durrësit apo shqiptarët do jetë shumë më e mirë. Komplimente në këtë aspekt. Falenderoj dhe gëzoj respekt gjithashtu edhe ndaj jush dhe uroj që ti shërbemi qytetit për të mirën e qytetit, pavarësisht bindjes politike që unë kam partisë ku unë angazhohem dhe aktivizmit tim. Në fundit jemi gjithë në shërbim të këtij komuniteti që e gëzojmë gjithë bashkë. Të dashur dhe pika 2, që nuk do jesh kaq më mirënjohës nga komendi. Çështja e pronës nuk është problematike sot. E ka gjenezën te Partia Demokratike, qeverisja e Partisë Demokratike. Pra janë zinxhir gjërat. Është vërtet jemi të privuar nga drejta e pronës. E ka gjenezën fillim viteve 90, mesin viteve 90, kur kryeministri i kohës ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Pra është një 30 vjeçar problematik në çështjen e pronës. Kësaj e drejta e dursakëve apo shqiptarëve për të patur pronën e tyre që është e drejtë themeltare e lindur është problematik dhe është një gangrenë e shoqërisë shqiptare, e cila ka shumë vështirësi edhe zor se do gjejë një zgjidhje për mendimin tim afatgjatë. Për sot ne kemi fokus këta familjarë të cilët gjenden në këtë situatë dhe kjo është e rëndësishme për të uruar që të ketë zgjidhje sa më të favorshme ose më pak të dëmshme ndaj tyre.
Po e nis nga fundi. Më vjen shumë keq domethënë që ne jemi në kushtet për të menduar që të kenë sa më pak kosto. Në një shtet normal, në një vend normal, kur ne do të kishim menduar se kemi ndërtuar një shoqëri që edhe një qeveri që i shërben këtij vendi dhe i shërben këtij popullit, këtyre taksa paguesve, as nuk do të kishte shkuar në ndërmend që të mendonin të kishin sa më pak kosto, por do të kishim menduar që projekti që po vjen do jetë me benefite, me përfitime edhe për këta banor. Pra dhe këta përfitojnë, jo të kishin, nuk do të kishim menduar kur të kishin qoftë edhe një kosto. Pastaj sa i përket pronës. Unë bëj pjesë ke një parti e cila në këto 30 vjet ka pasur dhe ajo rolin e saj, pra në 35 vjet ka pasur rolin e saj këtu. Pavarësisht asaj çka ka ndodhur, detyra jonë është ku jemi sot. Ku jemi sot do të japim një zgjidhje, qoftë edhe për gabime të forcës tonë politike ku ne bëjmë pjesë, qoftë edhe për gabime të cilat janë bërë në një periudhë shumë të errët për pronë. Po vinim nga një lloj sistemi që nuk ishte pronë fare. Pra prona ishte përbashkët, ishte të gjithë dhe nuk konceptonte dot fakti që ne të kishim një pronë personale. Duhet të rikthej prapë në vëmendje. Ai ligji i famshëm i reformës agrare është miratuar në një procedurë jo të rregullt ligjore. Kur në qeveri, pra në drejtim ka qenë diktatori i fundit, pra ka qenë president Ramiz Alia. Faji i Partisë Demokratike apo i presidentit të asaj kohe zoti Berisha ishte, në qoftë se mund ta quaj faja apo gabim, apo ishte fakti që një ligj që e gjeti të bërë e vazhdoi, domethënë, pra nuk e zhbëri. Po në mënyrë se ai ishte bërë në atë lloj forme, pra që e godiste pak rikthimin e pronës tek pronari i vërtet. Dhe zoti Berisha në këto reflektimet e kohëve të fundit, pra kur është pyetur, ka thënë që është një nga gabimet e mia, dhe ai e ka marrë përgjegjësinë përsipër, por që kjo të arrijë të rregullohet tani takon përsëri Partisë Demokratike dhe brezit që po jeton tani në drejtimin e Partisë Demokratike. Në momentin e parë që do të marrë pushtetin do t'i japë një zgjidhje përfundimtare çështjes pronës. Në Shqipëri nuk mund vazhdohet të jetë më në këtë lloj konflikte pronësie siç po ndodh sot. Dhe nuk kemi probleme vetëm në Durrës. Po e shohim që aktualisht ka disa probleme në disa vende të Shqipërisë, siç janë banorët e Bax Royallit në Valipoj, banorët e Dukatit në Vlorë, banorët në Pogradec, që ndodhi ai rasti. Pra, kudo ka konflikte pronësie, kushdo qeveri që do vijë mbas kësaj që është, duhet ta ketë si një pikë kryesore për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare çështjes së pronësisë, si një aset apo një kapital i cili do jetë për të vazhduar zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Nuk mundemi dot ne të mendoj që do vijë një investitor apo një biznesmen apo qoftë pronari i tokës të bëjë një investim duke mos ditur akoma nëse është apo nuk është pronar legjitim i kësaj prone, duke mos e pasur një dokument pronësie, apo duke u zvarritur në zyrat e shtetit në format më banale të kërkuarit të drejtës tënde në për ato zyra. Është detyrë. Këtu dhe lem, është detyrë që duhet bërë kush dhe gjithashtu, por fatkeqësisht është gjithmonë edhe premtim elektoral. Sa herë ka zgjedhje, çdo forcë politike premton e cek atë çështjen e pronës, është shumë e dashur dhe e merituar për këdo, dhe asnjëherë nuk merr zgjedhje. Bledi, unë nuk e prek thjesht sa për të thënë, domethënë këtë gjë, jam vetë që familjarisht vuajm nga një proces gjyqësor që nga viti 2008, pra po themi nuk e kemi gjetur akoma të drejtën për një pronë, dhe kur e them këtë, e them edhe nga vuajtjet e familjes time, pra që edhe të gjithë atyre të afërmet mi që kanë pasur konflikte, për të thënë edhe me këto që po ndodhin tani me qytetarët anë mban Shqipërisë, do të them që kjo nuk është më një çështje që është thjesht për të thënë sa për politikë. Ky është një problem real i qytetarëve. Dhe nëse një parti politike dëshiron të vijë në pushtet, nuk mund të vijë dot pa kaluar duke e zgjidhur disa probleme thelbësore të shoqërisë.
është detyrë për të realizuar, për të ndihmuar këta qytetarëve nëpërmjet këtyre pretendon që të vish në pushtet dhe nuk është thjesht sa për të thënë sa për propaganda apo për PR, për të thënë që ne do rregullojmë dhe do vim. Zgjedhjet e tjera vinë shumë shpejt më mbrapa. Dhe nëse të gjithë kemi të njëjtin problem, kush do ketë më besim pasaj këtë politika, kush do e shohim më politikën pasaj si zgjidhje? Nëse nuk shohim një tablo tjetër të asaj çfarë ndodh. Shqipëria është plot me politikan, po shumë pak shtetar. Politikan që mendojnë për zgjedhjet e ardhshme dhe jo shtetar që mendojnë për brezat e ardhshme. Dhe uroj të kemi sa më shumë të tillë, edhe nga gjiri jonë këtu në Durrës, edhe të rinj e të reja, figura si ju që shërbeni me zemër, edhe si shumë të tjerë, dhe qoftë Durrësi ynë më zhvilluar dhe më i begat, si që meriton Tavernën e Adriatikut. Falenderoj shumë që ishit në flasim hapur, dhe jemi pritur edhe për raste tjera. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët me u takofshim në episodin e radhës.